Zoti Hysen Dida, I lindur në vitin 1953, instrumentist, këngëtar dhe drejtues. Rreth 60 vite në muzikë, ka filluar që në klasën e parë të apasionoi pas muzikës, ndërsa në klasën e 6, Zoti Hysen arrin të marrë titullin laureat I Festivalit Folklorik në Elbasan në vitin 1966. Është njohur si instrumenteve çifteli sharki, ku dhe njihet si rapsod duke numëruar mbi 37 këngë autorësi dhe ka kënduar mbi 100 këngë në radio dhe televizionet të ndryshme. Zoti Hysen tregon se këtë talent ka të trashëguar nga daja I tij. Nga viti 1980 deri në vitin 1991 është përgjegjës I Shtëpisë së Kulturës Gola I Has, nga viti 1991-2016 është drejtori I Shtëpisë Kulturës Pjetër Bogdani I Has, ndërsa në vitin 2020 emërohet me titullin Deri I Qarkut Kukës. Zoti Hysen shpreh tepër I lumtur teksa kujton vitin 2002, ku përfaqësua në koncertin e Gjirokastrit si hasi etnografik, ku bëhen bashkë hasi Shqipërisë dhe hasi Kosovës, ndërsa në festivalin folklorik hasi e Hën Gjonaj numëron 5 edicione që është pjesë e jurisë. Atëherë zoti Hysen, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Mirë, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Për të mos ju humbur kohë më shumë, do vazhdojmë direkt me pyetjen e parë. Si lindi ideja E imponimit tuaj në muzikë? Po, ideja ka lind që fëmin në shkollë fillore, atëherë në atë kohë në gjëshin të kënu që I vogël që kam qenë, kur në shkollë, në klasë të parë, me mësus din Gecën, edhe Regjep Shetën, I ndirë, të dy janë të ndirë, edhe fillon të ata I bishin qiftilis, unë e këndëshna, unë ka drova në për koncertet e shkollës, edhe pse isha fatos I vogël, ata ishin 8 vjeqare, edhe fillova të kënu të pas ma marak muzikën, edhe qështu vazhdova të në ditë të sotme. Cilat janë disa aktivitetet që keni marrë pjesë gjatë karrierës tuaj? Këto janë shumë aktivitetet, janë që 55 vjetë, po një 3 që po I veçoj ma kryesore në jetën time, ka qenë koncerti I vitit 80, që kena mëjt në qytetin e Përzërenit, me ansamblin Kuksi I Ri, edhe ajo ka qenë diçka për herë të parë që kemi dalë, u quj ka tërë jashtë shtetit, ashtë është në shtetit, shqyqër. I tjetëri është në Londër, në vitin 2001, ashtë I ka 30 vitën është, në Londër para 3200 emigrantëve tonë që kanë qenë në Londër, aty isha I malli për njerëzit tonë që kishin ikë, ishte hera parë, nuk ishin mësu më kështë lëvizje shka së të mdoja. Ajo ka qenë një befasie madhe shumë edhe një malli si disa herë në u ka nërë për e kanë në mes, do të rëketshin, do përtitshin, do qajshin, ajo më ka metë në memorin teme të parrume, edhe koncertet që kena dhënë në vitin 19 me Estradën e Tiranës në Zvicër. Festivalet e Gjirokastrit nuk po I zanë që nga gjatë e tjeta të fundit I na kanë pjesëmarrës. Kena pas plot koncerte, po këto si I veçoja kanë metë në memorin time. Në rregull, sa I përket për shembull që ju keni qenë edhe drejtori I Shtëpisë së Kulturës Pjetër Bogdani, çfarë do të na thoni, cila ka qenë një gjë që ju ka ngelur në memorie që ju mendoni se keni rritur diçka të realizoni për qytetin e Hasit? Po unë në atë kohë, domos sa kam qenë drejtori I Shtëpisë së Kulturës Pjetër Bogdani në Krum, gjithmonë jam munduar me I promovu këngëtarët e ri. Edhe ja kam arritur qëllimit. Gjithmonë e kem pasë që ata ti përkrahi, ti thirri, ndoshta edhe ti mësoj, gjithë ata kanë pasë zonin vetë, kanë pasë atë dëshirën, në më një pjesë e mirë këngëtarëve qoftë Hamit Kastrati, qoftë Përpajnë Brati, qoftë gjitha këngëtarët, nuk po I zonë, që kanë artë të shtëpia kulturës edhe I kena promovu, edhe ju kena dhanë shumë ju kena dhënë shumë pompozitet që ata dalin në skenë, së janë bëhë këngëtarë të afirmuar, kjo është ajo që ka mujtë në arritën në kryesore në atë kohë.
Në rregull, cili është mesazhi juaj për të rinjt rreth traditave dhe folklorit? Mesazhi jonë është mesazhi im personal dhe i shokëve të mi, kolegët të moshës time është që mos ta humbim këngën, po ta zhvillojmë më tej. Fatmirësisht sot kanë dalë këngëtarë shumë të mirë, edhe në skenat e festivaleve Gjirokastrës, edhe në skenat e festivaleve tjera. Edhe kam atë si mos ta lëm këngën, mos ta harrojmë folklorin, se mbi bazën e gjithë këngëve që janë ndërtu, ka qenë folklori gjithmonë. Në rregull, të falenderoj shumë zoti Hysen. S'ka gjë, s'ka përse.